Partia Demokratike do të kërkojë që kërkesa e prokurisë së posaçme për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë Belinda Ballukut të shqyrtohet sa më shpejt në kuvent. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se mazhoranca nuk duhet të zvarrisë procesin parlamentar dhe se çështja duhet të trajtohet me transparencë të plotë. Pse ku e bazojnë kërkesën e tyre për arrestimin e Lubi Ballukut? Niko Peleshi ka fut provat në kasafort dhe nuk ja u jep deputetëve të opozicës antarë të komisionit të verifikimit mandateve. Kjo nuk ka ndodhur kurrë, nuk ja u jep. Në deklaratën e tij, Berisha pati dhe një paralajmërim të drejtë për drejtë për kryeministrin Edi Rama, duke akuzuar atë për përfshirje të drejtë për drejtë në afera korruptive të qeverisë. Sepse provat kanë gjëra të llahtarshme, të cilat e bën Lubin, e tregojnë Lubin thjesht një shërbëtore të Edi Ramës. Berisha akuzoi kryeministrin se po bën zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Kjo që po bën Edi Rama, mban erë si një lloj grushti shteti, sepse marrja ose bllokimi i pushtetit drejtësisë, marrja mbi sipër e pushtetit drejtësisë, shënon në vetvete grushteti brenda shtetit. Ne po e ndjekim. Kreu i opozitës komentoi gjithashtu edhe zhvillimet e fundit brenda Partisë Demokratike, përfshirë lëvizjen e deputetit Ervin Saliani dhe takimin e zhvilluar një ditë më parë në Elbasan. Që një antar i kooptuar i kryesisë dhe antar i Këshillit Kombëtar të organizojë me Suel Çelen, kriminalin më të rrezikshëm të Elbasanit, kreun e njërit prej karteleve më të fuqishme në Europë. Takim, kjo është absolutisht e papranueshme dhe kur nuk mund të kalojë. Në këtë kontekst, ai që nërmerr një veprim të tillë, ai të i kalon vinë kuqe dhe ai është përgjegjës për vetë e tij. Në përfundim, Berisha u bëri thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar në datë 22 dhjetor, të cilën e cilësoi si mjetin e vetëm për të rrëzuar qeverinë Rama.